Kontrolli i lartë i shtetit zbarkon sërish në Vlorë. Në fokus është një inspektim i gjerë i cili është duke u kryer në zonën e pyllit të sodës referuar pemëve të prera apo edhe të rrëzuara. Inspektimi është i disajti herë që kryhet në afati kohor të rreth një muaji, teksa kontrolli i lartë i shtetit do të inspektojë të gjithë zonën e pyllit të sodës. Kjo edhe pas një kontrate që Bashkia e Vlorës ka lidhur me një nga kompanitë për pastrimin e pyllit të sodës dhe rehabilitimin e saj. Sipas informacioneve nga kontrolli i lartë i shtetit, mësohet se inspektimi do të vijojë edhe gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa më pas pritet ai një raport detajuar mbi situatën e krijuar në zonën e pyllit të sodës. Kontrata e Bashkisë së Vlorës me një nga kompanitë të cilat kanë ndërhyrë në zonën e pyllit të sodës ka të bëjë me pastrimin dhe rehabilitimin e këtij pylli. Ndaj edhe kontrolli i lartë i shtetit është duke verifikuar nëse kemi të bëjmë thjesht me pastrimin dhe rehabilitimin e pyllit të sodës apo është ndërhyrë edhe për prerjen e pemëve të reja në këtë zonë. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbarkuar sërish në Vlorë, këtë herë me fokus pyllin e sodës, një nga zonat më të ndjeshme mjedisore të qytetit, ku prej javësh janë ngritur shqetësime serioze lidhur me prerjen e pemëve dhe ndërhyrjet e dyshimta në këtë territor. Inspektimi i kontrollit të lartë të shtetit vjen menjëherë pas publikimit të lajmit ekskluziv në Blu Televizion, i cili denoncoi problematikën e krijuar në këtë zonë të gjelbër, duke ngritur pikpyetjet mbi mënyrën e ndërhyrjes dhe lishmërinë e punimeve të kryera. Sipas informacioneve, KLSH ka kryer disa inspektime në teren, duke verifikuar situatën faktike në pyllin e sodës, si dhe dokumentacionin shoqërues të ndërhyrjeve të realizuara. Prej kohësh Bashkia e Vlorës ka një kontratë me një kompani private për rehabilitimin e pyllit të sodës, por pikërisht ky konstatim është tashmë objekt i verifikimit nga ana e kontrollit të lartë të shtetit. Inspektorët po shqyrtojnë nëse ndërhyrjet janë kufizuar vetëm në rehabilitim dhe pastrim, apo nëse ka patur prerje të pemëve të reja, çka do të përbënte një shkelje të rëndë ligjore dhe mjedisore. Burimet pranë procesit bëjnë me dije se inspektimet kanë nisur menjëherë pas raportimit mediatik, duke dëshmuar edhe njëherë rolin e medias në evidentimin e problematikave publike. Ky nuk është rasti i parë që kontrolli i lartë i shtetit ushtron kontrolle në pyllin e sodës, çka tregon se zona ka qenë edhe më herët në vëzhgim për shkak të ndërhyrjeve të diskutueshme. Mësohet po ashtu se kontrolli do të vijojë në të gjithë sipërfaqen e pyllit të sodës me qëllim dokumentimin e saktë dhe të plotë të situatës, vlerësimin e dëmeve të mundshme, si dhe analizimin e përgjegjësive institucionale apo edhe private. Në përfundim të inspektimit, pritet që kontrolli i lartë i shtetit të publikojë një raport të detajuar ku do të pasqyrohen gjetjet, dëmet e shkaktuara, e nëse konstatohen shkelje, do të përcaktohen përgjegjësit konkret për situatën e krijuar në pyllin e sodës, përfshi edhe rastet e mundshme të prerjes së pemëve të reja, si dhe dëmtimit të zonës së mbrojtur. Pylli i sodës mbetet një pasuri natyrore e qytetit të Vlorës, e çdo ndërhyrje e pa kontrolluar në të nuk është thjesht një shkelje ligji, por një goditje direkte ndaj mjedisit dhe interesit publik.